Miq të faktoje, përshëndetje. Unë jam Agron Llakaj. Jemi në momentin kur më tepër jeta jonë është kryesisht këtu te celulari, shumë pak konsumohet ekran i madh. Pa dashur, bjem dhe pre e provokimeve, e mashtrimeve. Postohen kryesisht në Instagram apo në Facebook, ku ftojnë njerëzit. Përdorni ilaçin filan dhe shikoni se sa kile ka rënë Agron Llaka. E bash veten time. U trondita. Si ka mundësi, thash, pas kam rënë kaq shumë dhe unë nuk e di kam. Në fakt, vazhdoja të isha 110 kg. Po kush e keqja? E keqja është se duke besuar kaq lehtë ju klikoni. Dhe ata këtë qëllim kanë. Duan që ju të bëni pjesë e tyre dhe t'ju marrin parat. Mos bini pre e mashtrimeve, sepse inteligjenca artificiale bën mrekullira. Duke marrë dhe hapjen dhe mbylljen e gojës dhe të zërit dhe të thua beson. Mos besoni lehtë. Pyesni dhe më saktë. Po doni tamam se si jam dhe sa jam, unë dalë për ditë në ekran. Edhe ju si jeni gjëfare, ata ja është dhe me njerëzit e shtëpisë. Vëllai im takohet me mua të paktën një javë. Pas një jave të takuar bashkë, ai pa këtë momentin dhe u habit mori telefon. O hore, po si ke rënë kështu ti o? O Florida, po a ishim bashkë ne deri dhe e fundit fare. Do përdor një shprehje të një shkodrani. Të gjithë këta që vrapojnë bëtërën nga pesha do thotë që bllaçisin shumë. Edhe unë kështu justifikova, thashë, jo po ne. Agroni dashtun, a do në mera ka pesha, mos me i vanë zinxhir gojës, me i vanë zinxhir truri. Faleminderit.